So before we get started here, just really quickly, I wanted to say Para se të fillojmë, dua t'ju them shkurtimisht, that if you're a note taker, please don't feel like you're going to miss anything. nëse jeni tip që mbani shënime, mos u mundoni, mos u lodhni. The pastors Se are nuk do happy. nuk do shpëtojnë gjërat. The pastors are happy to provide the notes and Ne the mund t'ua japim slides. këto, domethënë prezantimet me këto shënimet që kanë To aty. whoever kamera. wants them. Kush mund t'i doj. So what I Edhe wanted do to bëjmë dhe regjistrim këtu, kështu që. what I wanted to start with tonight Ajo me cilën doja të filloja sonte, was an introduction to covenant theology. pra është një hyrje prezantim me teologjinë e beslidhjes. Explain what a covenant is, Të shpjegojmë pak çfarë është një beslidhje. and then look at the first covenant, which is the covenant of redemption. Dhe pastaj të shikojmë pak beslidhjen e parë që quhet beslidhja e shpengimit. So if someone were to ask me what is covenant theology, Nëse dikush do më pyet se çfarë është kjo teologjia e shpengimit, I would say that it's a way of putting the story of the Bible together. unë do thosha që kjo është një mënyrë se si ne mund ta tregojmë gjithë historinë e Biblës. So it is biblical theology. Pra në fakt kjo është teologji biblike. And so maybe you have seen something that looks like this. Ndoshta keni parë diçka të ngjashme me këtë që kemi këtu në të prezantuar pra. Creation, fall, redemption, new creation. Krijimi, rënja, shpengimi, krijimi i ri. So that is the story of the Bible, isn't it? Kjo është pak a shumë mund ta quajmë historia e Biblës ose historia e shpengimit. If you can understand that story, you know biblical theology. Nëse ti kupton këto 4 pika, këtë histori domthonjë që përfaqësohet nga këto, ti e di çfarë është teologjia biblike. So this is what covenant theology starts at. Pra këtu fillon teologjia e beslidhjes me këtë. It looks at the Bible as one story, E shikon Biblën, të gjithë Biblën si një histori të vetme. but it's a story where covenant is in every step. Mirë po është një histori që në çdo hap të saj, çdo fazë të saj kemi beslidhje. There are different ways of doing biblical theology, and covenant theology is one of those ways. Ka mënyra të ndryshme se si ne mund të bëjmë studiojmë teologjinë biblike dhe teologjia e beslidhjes është një nga këto mënyra se si ne studiojmë pra këtë teologji. Another way of doing theology is maybe you've heard of systematic theology. Një mënyrë tjetër se si studiohet teologjia është përmes asaj që quhet teologjia sistematike, Where biblical theology is more of a story, kur historia biblike është më shumë si vetë historia, systematic theology is more topical. kurse kur kalojmë te sistematikja është me tema të organizuara. So maybe you've heard teaching on the doctrine of the Trinity, Ndoshta keni dëgjuar mësim mbi doktrinën e Trinisë, the doctrine of atonement, doktrinën e shlyerjes mëkateve, justification or the image of God. drejtësimit apo të imazhit të Perëndis, shëmbullimit të Perëndis. We look at these doctrines over the entire Bible. Ne I shohim të doktrina se si shpalosen në të gjithë Biblën. You need less of a story to talk about these. Pra për të folur për këto nuk është se ke nevojë shumë për histori, ke nevojë për informacion për And one of the things that I love the most about covenant theology një nga gjërat që më pëlqen më shumë për doktrinë atë teologjinë e beslidhjes is better than anything I know. është që më mirë se çdo gjë tjetër që di unë, It ties systematic theology and biblical theology together. ajo I lidh bashkë teologjinë sistematike me teologjinë biblike. And it does it like this. Edhe mënyra se si lidhet është kështu, pra me Samuel, slajdi I radhës. that's how. Kështu lidhen të dyja këto. Teologjia sistematike me bibliken. What is the relationship between these doctrines? Cila është marrëdhënia mes këtyre? You see that covenant ties the doctrines together. Ti shikon që beslidhja është ajo që I lidh këto doktrina me njëra tjetrën. You see how these doctrines occur in the story of the Bible. Ti e shikon se si këto doktrina shfaqen në historinë e Biblës. Now, in my longer presentation, I accumulated a bunch of quotes that people say about covenant theology. Në versionin më të gjatë të kësaj klase domthon përfshim më shumë citate nga teologë dhe studiues në lidhje me këtë temë. And so I share the quote and then I share who it's by. Normalisht them pra jap citimin dhe kush e thot. And this person has books for sale in your bookstore. Ky person tani ne e kemi vënë që te slajdi I parë emrin e kemi zbuluar sekretin. So Po Samuel, ka libra nga ky. Asim will read it. Beslidhjet formojnë strukturën bazë të historisë së shpengimit. Perëndia e zbulon fjalën dhe planin e tij biblikisht përmes strukturës së beslidhjeve të ndryshme. I gjithë koncepti I beslidhjes është koncept bazë për t'i kuptuar shkrimet. That was R.C. Sproul. Ky është nga R.C. Sproul. Covenant is basic to understanding Scripture. Pra, koncepti I beslidhjes është një koncept bazë për t'i kuptuar shkrimet.
So if someone were to ask you, what was tonight about? Pra nëse do më pyesit për çfarë do flasim sonte, In one slide, I think it would be this next one. do ishte me një slide, pra do ishte kjo që kemi këtu. Covenant is how the Bible tells its own story. Beslidhja është mënyra se si Bibla e tregon historinë e saj. When you see the story of the Bible move forward, Kur ti shikon se si shpaloset historia e Biblës, you see the development of covenants along the way. ti shikon që gjatë gjithë kohës ka beslidhje që zhvillohen. So we're going to look at what is a covenant, Do të shohim çfarë është një beslidhje, what is covenant theology, çfarë është teologjia e beslidhjes, and then what is dhe the pastaj covenant of redemption. do të flasim se çfarë është beslidhja e shpengimit. So we'll start with what is a covenant. Do fillojmë pak me këtë të parën, çfarë është një beslidhje? If I could boil it down to 4 words, it would be this. Nëse do ta përmbledhim me pak fjalë, 3-4 fjalë do të ishte kjo. Covenants are kingdom administration. Beslidhjet janë administrime të mbretërisë. Covenants are how God governs what he has made. Pra beslidhjet janë mënyra se si Perëndia e qeveris atë që po bën. Covenants are how God relates to his creation. Beslidhjet janë mënyra se si Perëndia lidhet me krijimin e tij. They are how God governs and has providence over what he has made. Kështu Perëndia pra qeveris mbi krijimin e tij dhe se ai ka, si thua, ushtron atë provaninë e tij. In covenants, we see God's power and his authority. Në këto beslidhje ne shohim fuqinë e Perëndisë dhe autoritetin e tij. John Walton, a theologian, said this. John Walton, një teolog, ka thënë: Jezusi predikoi mbretërinë e Perëndisë gjatë shërbesës së tij dhe mbretëria nuk mund të kuptohet e ndarë nga beslidhja. So we've seen that Scripture cannot be understood apart from Kemi covenants, parë që shkrimi nuk mund të kuptohet pa beslidhjet and the kingdom of God cannot be understood apart from covenants. dhe mbretëria e Perëndisë nuk mund të kuptohet pra pa beslidhjet, gjithashtu. Now, there are many theologians who have defined what a covenant in the Bible is, Ka shumë teologë që do ta përkufizonin se çfarë është një beslidhje në Bibël, but they tend to be very long. por përkufizimet kanë prirjen të jenë shumë gjata. And even though this one is still pretty long, Edhe pse kjo që kam këtu është goxha e gjatë, I tried to bring a lot of them together with what the Bible says a covenant is. jam përpjekur të sjell këto përkufizime pra në lidhje me çfarë thot Bibla për një beslidhje. So the first thing about what a covenant is it is a relationship. Së pari një beslidhje është një marrëdhënie. Probably the covenant that we all understand the best, whether we're married or not, is marriage. Ndoshta beslidhja cilën e kuptojmë më mirë, pra nëse varet jemi apo si jemi të martuar, mund të jetë kjo martesa. Because a marriage is more than just a contract, isn't it? Sepse martesa është shumë më tepër se sa një kontratë. It involves a deep relationship with your spouse. Ajo përfshin një marrëdhënie të thellë me bashkëshortin apo me bashkëshorten. And so don't misunderstand that a covenant is just a contract. Pra mos e keq kuptoni pra sikur beslidhja është thjesht një kontratë. There is a legal element to it, for sure. Ka edhe një element ligjor në këtë gjë, sigurisht. But the purpose of the agreement is relationship. Por qëllimi i marrëveshjes është marrëdhënia. So we see that a covenant is unchangeable. Ne shikojmë që një beslidhje është e pandryshueshme. Remember the 10 Commandments were written in stone? Pra 10 urdhrimet u shkruan në pllaka guri. So God is not going to change the terms once he cuts a covenant. Perëndia nuk do i ndryshoj kushtet pasi I ka gdhëndur aty. Second, a covenant is divinely imposed by God. Së dyti është e vendosur në mënyrë hyjnore nga Perëndia. We do not negotiate the terms of a covenant with God. Nuk I negociojmë ne kushtet e beslidhjes me Perëndin. All covenants have gracious elements from God, Të gjitha beslidhjet kanë elemente hiri nga Perëndia, but they also have legal standards. por kanë edhe standarde ligjore. Now, there are more covenants in the Bible than just God and man. Ka më shumë beslidhje në Bibël se sa thjesht mes Perëndisë dhe njeriut. David and Jonathan made a covenant together, Davidi dhe Jonatani, djali I Saulit, pra bën një beslidhje bashkë. but the covenants we are talking about are the covenants between God and man. Por beslidhjet për cilat do flasim ne janë mes Perëndisë dhe njeriut. And these covenants stipulate the conditions of the relationship between God and man. Dhe këto beslidhje pra përcaktojnë kushtet mes kësaj në këtë marrëdhënie mes Perëndisë dhe njeriut. And God has 2 big goals when he makes covenants with us. Dhe dy synimet e mëdha të Perëndisë kur bën beslidhje me njerëzit janë këto: To make humanity into his unique people, për ta formuar njerëzimin në popullin e veçantë të Perëndisë, and that we as his people would enjoy him forever. edhe për kënaqësinë e tyre në praninë e përjetshme të Perëndisë. So there's so much more there that I would love to say, Ka shumë më tepër që mund të themi në atë pikën e parë, but I want to get us into scripture. po
që të përpiqemi të arrijmë te shkrimi. So if you look at the Old Testament where most of the covenants are made, Nëse beslidhjen e vjetër ku janë bërë shumica e beslidhjeve, you'll see that the Hebrew word for covenant is just one word. It's the word berit. fjala që përdoret për beslidhje është fjala berith. And this is a word that was God's covenants as well as man's covenant. Kjo vlen edhe për beslidhjen e Perëndisë dhe beslidhjet e njerëzve. This was a word that ancient people understood. Kjo ishte një fjalë që e kuptonin këta njerëzit e lashtësisë. Now, one of the most important things that is attached to this word in the Old Testament Një nga gjërat më të rëndësishme që lidhet me këtë fjalë në beslidhjen e vjetër are the verbs that are attached to the word covenant. janë këto foljet që lidhen me fjalën beslidhje. The most common word or the most important word is karat, which means to cut. Dhe kjo më e zakonshmja kjo është fjala karat që do të thotë të presësh. When God made his covenant with Abraham, Kur Perëndia e bëri beslidhjen e tij me Abrahamin, he cut a covenant. ai thuhet preu një beslidhje. Does anyone remember what God asked Abraham to do when he made a E mani covenant mend with him? çfarë i kërkoi Perëndia Abrahamit që të bënte kur bëri beslidhjen te Zanafilla, kapitulli Related to this word. 15. Kafshët. He cut animals in two, didn't he? I nori ato kafshët e flijimit dhe i ndau më dysh. This is the idea. Kjo është ideja, të presh, të ndash. And so we'll see this when we get to Abraham. Do shikojmë të kur të arrijmë te Abrahami. I don't know what it is in Albania, but in English we can cut a check. Në anglisht më thonë pres një çek. It's an idiom. Është një idiom, një shprehje. Another word is hakim, which means to stand. Një fjalë tjetër është kjo fjala hakim. This is a Të word bësh të for, qëndroj. this is a word for renewing a covenant that has already been cut. Dhe kjo përdorej për ripërtritjen e beslidhjes që tashmë ishte bërë një herë. So in Genesis 17, when God gives Abraham the covenant of circumcision, Te Zanafilla 17 kur Perëndia i jep Abrahamit beslidhjen e rreth prerjes, he is renewing a covenant that he already cut with him in Genesis 15. tu ai po ripërtërin beslidhjen që kishte bërë te Zanafilla 15. So it's renewing or furthering a covenant that God has already cut. Është si thua ripërtëritje ose zgjerim i beslidhjes. Or God can just Ripohim. natan, or he can give a covenant. Ose mund të jetë edhe kjo Nathan ai jep një beslidhje. Now the first Yeah. place that the word covenant shows up in the Bible Vendi i parë ku shfaqet fjala beslidhje në Bibël is Genesis 6:18. është te Zanafilla 6:18. Is this one been passed out, or could I just read that? I have it here, I don't know. Okay, pra në qoftë se del, bravo, faleminderit. Por unë do të caktoj beslidhjen time me ty, ti do të futesh në ark, ti, fëmijët e tu, gruaja jote dhe gratë e bijve të tu. So the verse where covenant first shows up in the Bible, Pra vargu ku shfaqet për herë të parë fjala beslidhje, what word would you expect to go with it? çfarë fjalë do të pristit ju që të shfaqej atje? Cila nga këto tre që pam? You'd probably expect the word to start a new one. Do të pristit të fjalën pra që do fillojë një beslidhje të re. You would expect to cut a covenant. Do të pristit që do të thoshte unë do të pres një marrëdhënie, një beslidhje me ju tani. But that's not what you see. Por në realitet nuk është ajo fjalë. What you see is the word hakimbari, Kjo është fjala hakim, ajo e dyta, the word for renewing a covenant that already exists. që në fakt është ripërtritja e një beslidhje që tashmë ekziston. So right away we're doing theology. Pra me njëherë po bëjmë teologji. Right away we have to understand what that means. Me njëherë duhet që të kuptojmë orë çfarë po thot kjo. So we'll have more on the Old Testament later. Do flasim më shumë për beslidhjen e vjetër më vonë. So there was one word for covenant in the Old Testament. Pra në beslidhjen e vjetër kishte vetëm një fjalë kryesore për beslidhje, There's one word for covenant in the New Testament. edhe në beslidhjen e re ka një fjalë kryesore. It's the word diatheke. Shto fjala diatheke në greqisht. Now, when they translated the Greek New Testament into Latin, Kur e përkthyen dhjatën e re greqisht në latinisht, the church used the Latin Bible for over 1,000 years. Kisha e përdori këtë Biblën latinisht për më shumë se 1000 vjet. And they did something that was not very helpful. Dhe bën diçka që nuk ishte shumë e dobishme. They used 3 different words to translate one Greek. Përdorën 3 fjalë të ndryshme për të përkthyer një fjalë greqisht. So this made it hard to connect the idea of covenant when all you read it in was Latin. Kjo e bëri të vështirë që ta kuptoje domon idenë e beslidhjes kur ti e lexoje në latinisht. But when the Reformation occurred, Por me ardhjen e reformimit protestant, and people started reading the Bible in the original languages again, dhe njerëzit filluan ta lexonin përsëri Biblën në gjuhët origjinale, they saw again how connected the covenant idea is. ata e panë përsëri se sa mirë lidhet kjo ideja e beslidhjes.
And so some of the great confessions of the Reformation, Disa nga këto rrëfimet e besimit, rrëfimet më të njohura të besimit në reformim, like the Westminster Confession and the London Baptist Confession, si ajo rrëfimi i Westminsterit dhe rrëfimi baptist i Londrës, see covenant as a central idea in the scriptures, e shohin beslidhjen si një ide qendrore në shkrime, like what we see here. siç e kemi edhe këtu. You can read it. Distanca midis Perëndisë dhe krijesave është aq e madhe sa ndonë se krijesat me arsye i detyrojnë atij bindjen si krijuesi i tyre, ato kur nuk mund të kenë ndonjë përfitim prej tij si bekim dhe shpërblim, po të mos jetë për përuljen e vullnetshme nga ana e Perëndisë, të cilën ai ka patur kënaqësinë që ta shpreh me anë të beslidhjes. Kjo ishte Westminsteri dhe e dyta rrëfimi baptist, ndonë se krijesat e arsyeshme kanë përgjegjësi të bindën Perëndisë si krijues, kaq e madhe është largësia mes Perëndisë dhe tyre saqë nuk do të mund të arrinin kurrë shpërblimin e jetës përmes dënimit të vullnetshëm të Perëndisë. Ati i pëlqeu që këtë dënim ta shpreh me anë të beslidhjes. As you can see, the Baptists are very good at plagiarizing. Baptistët janë shumë të mirë në kopjimin. They had an opportunity. They had an opportunity to rewrite it, and they didn't do it. Kishin mundësi ta rishkruanin, po nuk e bën, janë pothuaj identike. So let's look at some more scripture here. What is God's purpose in making a covenant? Pra cili është qëllimi i Perëndisë kur bën beslidhje? So if you know the name Emmanuel, Nëse e dini emrin Emanuel, it means God is with us. do thot Perëndia është me ne. We see this at Christmas a lot. E shikojmë pra kjo del gjithmonë kohën e Krishtlindjes. So theologians call God's purpose for making a covenant the Emmanuel principle. Tani teologët e kanë quajtur këtë qëllimin e Perëndisë kur bën beslidhje, e kanë quajtur me këtë termin parimi Emanuel. Because the purpose that God makes a covenant with us is for us to be his people and him be with us as our God. Qëllimi pse Perëndia bën beslidhje me njerëzit është që ne të jemi populli i tij dhe ai të jetë me ne Perëndia ynë. And so often when God makes a covenant, we see this phrase show up over and over and over again. Dhe shpesh kur Perëndia bën beslidhje, shikojmë këtë frazë që shfaqet her pas here. We see it in Deuteronomy 29. E shohim te ligji për të rinë 29, 45, jo, 29. Deuteronomy. O, 10-15. Sot të gjithë ju ndodheni para Zotit. E kishte njëri këtë apo? Nëse se ka njëri lexoj unë. Para Zotit Perëndisë tuaj e kishe? Okej. Sot të gjithë ju ndodheni para Zotit Perëndisë tuaj, prerët tuaj, fiset tuaja, pleqtë tuaj, zyrtarët tuaj, tërë njerëzit e Izraelit, fëmijët tuaj, gratë tuaja dhe i huaj që ndodhet në mes të kampit tënd, duke filluar që nga ai që çan brut deri tek ai që nxjerr ujin tënd, për të hyrë në beslidhjen e Zotit, Perëndisë tënd, dhe në betimin e tij që Zoti, Perëndia yt, bën sot me ty, për të vendosur sot si popull të tij dhe për të qenë Perëndia yt, ashtu si të tha dhe si u betua etërve të tu, Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Unë nuk e bëj këtë beslidhje dhe këtë betim vetëm me ju, por edhe me ata që janë sot para Zotit, Perëndisë tonë, edhe me ata që sot nuk janë këtu me ne. Faleminderit. That he may establish you today as his people Për të vendosur sot si popull të tij and that he may be your God. dhe për të qenë Perëndia yt. We see the exact same thing in Leviticus 26. Të njëjtën gjë e shikojmë edhe te Levitiku 26. Anybody have that one? Ka ndonjëri atë? Kemi dhënë ndonjëherë, madje edhe unë këtu kam harruar ta ndryshoj atë, ta bëj, jo që nga te slajdi tjetër sa më, se e kam mbajtur për referencë atë. Unë do të kthehem nga ju, do t'ju bëj pjellor dhe t'ju shumëzoj, dhe kështu do të vërtetoj bestien time me ju. Ju do të hani nga prodhimi i vjetër, i ruajtur për një kohë të gjatë, dhe do ta hiqni atë për t'i bërë vend prodhimit të ri. Unë do ta vendos banesën time midis jush, dhe nuk do t'ju përzë. Do të eci midis jush dhe do të jem Perëndia juaj, dhe ju do të jeni populli im. Unë jam Zoti Perëndia juaj që ju nxori nga vendi i Egjiptit, që të mos ishit më sklavër të tij. E kam thyer zgjedhën tuaj dhe kam bërë që të ecni me kokën lart. And I will walk among you and will be your God, Do të eci me shush dhe do të jem Perëndia juaj, and you shall be my people. dhe ju do të jeni populli im. Now, this is not just an Old Testament thing. Tani kjo nuk është vetëm në beslidhjen e vjetër. The second to last chapter of the Bible, Kapitulli i parafundit i Biblës, when God has finally gathered all his people in the new heavens and the new kur earth, Perëndia më në fundi ka mbledhur gjithë njerëzit e tij në qiellin e ri dhe në tokën e re, we finally see this realized. më në fund e shohim të përmbushur. Somebody have Revelation E 21? ka ndonjëri zbulesa 21? Dhe thash një qiell të ri dhe një
me ta, dhe ata do të jenë popujt të tij, dhe vetë Perëndia do të jetë me ta. Dhe ai do të fshijë çdo lot për syve të tyre, dhe vdekja nuk do të jetë më. As vajtim, as britmë, as dhemje nuk do të jetë më. Të parat shtuan. God's covenants are not just about Abraham Beslidhja e Perëndis nuk ka të bëjë thjesht me Abrahamin për shembull, or the Israelites ose me izraelitët, or David. apo me Davidin. God's covenants are about all his people for all time. Beslidhja e Perëndis kanë bërë me gjithë njerëzit e tij gjatë gjitha kohrave. Now, if you look at all the covenants in the Bible, Nëse i shikoni të gjitha beslidhjet në Bibël, you will see three common things. do të shikoni tre gjëra të zakonshme në këto beslidhje, elemente nëse më You will dëgjoni. see that these three things are held together in relationship with a Do covenant. shihni që të treja këto mbahen në një marrëdhënie në beslidhje. God, Perëndia, all living things, gjitha gjërat e gjalla, and gjallësat and the earth. dhe toka. And these are all held together by a mediator. Dhe këto lidhen bashkë, qëndrojnë bashkë nga një ndërmjetës. So we will see that that mediator takes different names over the history of the Do Bible. të shohim që ndërmjetësi ka quhet me emra të ndryshëm gjatë gjithë Biblës. Sometimes it's Noah Ndonjëherë kemi Noeun si ndërmjetës, or Abraham ose Abrahamin, or Moses ose Mojsiun, or David. ose Davidin. And sometimes it is more universal in scope, like with Dhe Noah. ndonjëherë është ka natyrë më universale si në rastin e Noeut. And sometimes it shrinks down to the people of Israel. Ndonjëherë kufizohet vetëm te populli i Izraelit. But the goal was always the same. Po synimi gjithmonë ka qenë i njëjtë, For God to be in relationship with all his people që Perëndia pra të ketë marrëdhënie me gjithë njerëzit e tij for all time. gjatë gjitha kohrave. So if we look at these covenant mediators who are in the middle of the triangle, Nëse i shohim këta ndërmjetësit e beslidhjes që dilin atje te ai trekëndç i vogël, Adam, Noah, Abraham, Moses, David, Adami, Noeu, Abrahami, Mojsiu, Davidi, think about the Old Testament story. mendoni pak për historinë e dhjatës së vjetër. Can you think of anyone who is more important in the Old Testament A mund mendoni për ndonjë person që ishte më i rëndësishëm në dhjatën e vjetër? than Adam, Noah, Abraham, Se sa Moses, këta and emrat, David? Adami, Noeu, Abrahami, Mojsiu, Davidi. And then Jesus, Dhe pastaj Jezus si when kuptoj, you get to the New Testament. kur vim në dhjatën e re. So you see that the Old Testament and New Testament story, Ti shikon që historia e dhjatës së vjetër dhe e dhjatës së re, that story is moved forward by these covenants kjo histori shpaloset pra përmes këtyre beslidhjeve, with these mediators. me këta ndërmjetës. And so when we try to start putting our covenant theology together, Kur fillojmë ta si thua ta strukturojmë, ta qartësojmë teologjinë e beslidhjes, we use these names to refer to these different covenants. ne I përdorim këto emra për të referuar beslidhjeve të ndryshme. Now, one of the things that I'm going to show you over and over and over again, because Një nga gjërat që ta tregoj vazhdimisht, there's a lot going on this slide, ka shumë gjëra në këtë slide, në këtë pamje këtu. is that each covenant has both conditional and unconditional elements. Është që çdo beslidhje ka element të kushtëzuar dhe të pakushtëzuar. And this is something that we struggle with when we read the Bible. Dhe kjo është diçka me cilën e kemi hasim vështirësi kur lexojmë Biblën. Am I supposed to follow these commands, A duhet I zbatoj këto urdhrime unë, mendojmë ne? or do I have freedom? Apo mos kam liri? There's a tension between those things. Ka një tension mes këtyre gjërave. And so we're going to keep coming back to this over and over again. Do t'i kthehemi kësaj pamje, domethënë vazhdimisht. But hopefully it's obvious when we get to Jesus. Shpresoj që do të qartësohet kur të arrijmë te Jezusi. We see he fit all of the conditions for us. Shikojmë që ai I plotësoi të gjitha kushtet për ne. We see the law in all of these covenants, Në gjitha këto beslidhje shohim ligjin, but we also see grace po in all shohim of these. edhe hirin gjithashtu në të gjitha. And so this all is what we would call covenant theology. Pra, kjo është pak a shumë teologjia e beslidhjes. So I wanted to show you this from J.I. Packer. Doja t'ju tregoja këto pika nga Pakeri. Pse ta studiojmë teologjinë e beslidhjes? Dhe ka tre arsye thotë. Së pari, Ungjilli I Perëndis nuk do të kuptohet si duhet derisa ta shohim brenda një kornize beslidhjeje. Së dyti, fjala e Perëndis nuk do të kuptohet si duhet derisa ta shohim brenda një kornize beslidhjeje. Dhe së treti, realiteti I Perëndis nuk do të kuptohet si duhet derisa ta shohim brenda një kornize beslidhjeje. So that's some pretty big claims, isn't To it? janë pretendime shumë të mëdha. And I just want to share just quickly what happened to me.
Do t'ju tregoj shpejt e shpejt ç'a ndodhi mua. When I started learning this theology for the first time, Kur fillova të studioja për teologjinë e besnikës për të parë, and then I read my Bible from cover to cover. dhe pastaj lexova Biblën nga zanafilla te zbulesa, And you know what happened? e dini ç'a ndodhi? Things just jumped off the Gjërat po më shfaqeshin, po më qartësoheshin. I saw things connect so much more clearly. I pash që gjërat lidheshin shumë më qartë tani. And it deepened my hunger to learn more from God's Word. Dhe kjo ma shtoi urinë për të mësuar më shumë nga fjala e Perëndis. So I pray that it does the same for you. Dhe lutem që të njëjta gjë të ndodhë dhe me ju. So the first covenant that we're going to look at Besnia e parë që do shohim ne, is actually not a covenant between God and man. nuk është një besnie mes Perëndis dhe njeriut. This is the covenant that God makes with himself Kjo është një besnie e cilën Perëndia e bën me veten e tij, before time began. para se të fillonte koha. So we call this the covenant of redemption. Kjo quhet beslidhja e shpengimit. And as Niehaus says, Si thot dhe ky teologu Niehaus, a divine human covenant is an invariable and fundamentally an expression of God's nature. një beslidhje hyjnore njerëzore është e pandryshueshme dhe është shprehje e natyrës së Perëndis. Why does God make covenants? Pse bën Perëndia beslidhje? Because his nature is to make and keep promises. Sepse në natyrën e tij ai e ka që të bëj premtime dhe të mbajë ato. And the first promises we see are promises that the three members of the Trinity made with each other. Dhe premtimet e para që ne shohim janë premtimet që tre antarët e Trinisë i bën njëri tjetrit. To redeem fallen humanity. Dhe cilëshin këto premtime për të shpenguar njerëzimin e rënë në mëkat. We see this in many places, but we're going to look at two verses from the Gospel of John. Këtë e shohim në shumë vende, por do të marrim si shembuj dy raste nga Ungjilli sipas Gjonit. Where Jesus talks about that he didn't come to do his own will, Ku Jezusi thotë, unë nuk era të bëj vullnetin tim, but he came to do the will of the Father who sent. po erdha që të bëj vullnetin e Atit që më dërgoi. So anyone have John 6? I kemi shpërndarë këto të Gjonit? Yes. Po. Dhe ati që më dërgoi, ai ka dëshmuar për mua. Ju as zërin e tij nuk e keni dëgjuar ndonjëherë, dhe as dukin e tij nuk e keni parë. Dhe fjalën e tij nuk e keni duke ndenjur në ju, sepse ju nuk i besoni këtij të cilin e dërgoi ai. Ju e doni shtrimet, sepse ju mendoni të keni në to jetë të përjetshme. Dhe këto janë ato që dëshmojnë për mua. Mirë, po ju nuk doni të vini tek unë që të keni jetë. Very good. So from the beginning, this was the plan of God. Që nga fillimi ky ka qenë plani i Perëndis. And the Father gave Jesus a work to do, Dhe Ati i dha Jezusit një punë për të bërë, to give himself for our sins. që të jepte veten e tij për mëkatet tona. This was not a plan B. Ky nuk ishte një plan B që e bëri Perëndia më vonë kur u katranosën gjërat. This was the plan all along. Ky ishte plani që nga fillimi. Anyone have John 5? Ka dikush Gjoni 5:36? Por unë kam dëshminë më të madhe se ato të Gjonit, sepse veprat që mi ka dhënë Ati, që mi përmbyll, vetë ato vepra që bëj, dëshmojnë për mua se Ati ka dërguar. So the work of Jesus was his earthly life, Pra, vepra e Jezusit ishte jeta e tij toksore. and it was also to give himself as a ransom for his people. Por gjithashtu ishte që ai ta jepte veten e tij si shpërblesë për njerëzit e vet. If we look at Luke 22, Nëse shohim Luka 22 vargu 28 deri në 30, I don't know what it is in Albanian, but it's not very good in English. nuk e di si është në shqip, po në anglisht nuk është shumë e Anyone mirë. have Luke 22? Yes. Tani, ju jeni ata që keni frymën në mua, llogat e mia. Dhe unë do të caktoj bukën dhe tani. Ashtu si ma caktoi mua atë, që të hani e të pini në kryesën time e në kërën time. Dhe do të uleni mbi fronë, duke dikuar dhe do të jetë fiset e Izraelit. In English, you get the idea that the Father gave Jesus a kingdom. Në versionin anglisht jepet ideja që Perëndia i dha Jezusit një mbretëri. But it's actually stronger than that. Është më e fortë se kaq. The underlined words are the Greek words for covenant as a verb. Dhe aty pra është fjala në greqisht që tham diatheke, pra në formën e foljes, pra për beslidhje. The Father covenanted to Jesus a kingdom. Pra Ati bëri një beslidhje me Jezusin për një mbretëri, i caktoi e kemi ne te ky versioni i ri i Biblës. And because of that, he has covenanted for us to enjoy the kingdom. Dhe për shkak të saj dhe ai ka caktuar, ka bërë beslidhje për ne që ta shijojmë këtë mbretëri. So many more things. We could go to Ephesians 1, Mund të shohim te Efesianëve 1 për shembull, we could go to Revelation, te zbulesa,
that the lamb was slain before the foundation of Kur the thuhet, world. pra ai qengji që u therë që para themelimit të botës. And some people object, they say that the word covenant is not used for this relationship. Disa njerëz thonë po prit se nuk përdoret fjala bestie për këtë lloj marrëdhënieje. And honestly, the terminology is not what is important to me. Tani për mua nuk është e rëndësishme termi në vetvete. If people don't like the word covenant for this, I don't really argue. Nëse njerëzve nuk u pëlqen fjala beslidhje, okay, nuk do të debatojmë. But what I ask you to consider is this. Po ajo që kërkoj të mendoni, të merrni parasysh, What was the nature of the relationship cila ishte natyra e marrëdhënies, of the Trinity when they decided to redeem humanity? pra e marrëdhënies mes trinis, pra kur vendosën që ta shpengonin njerëzimin e rënë në mëkat. What is the nature of the relationship when the Father gives the Son a people? Çfarë natyre kishte kjo marrëdhënie kur Ati i dha birit një popull? When the Son agrees to come down to earth and die for those people? Kur biri i ra dakord, tha po, do shkoj në tokë dhe do vdes për ata. And when the Holy Spirit agrees to apply that redemption to his elect? Dhe kur fryma e shenjtë pra bie dakord që ta bëjë realitet këtë shpengim tek të zgjedhurit. Whatever you decide to call that relationship or that decision, Pra çfarëdo që të zgjidhni ta quani këtë marrëdhënie, këtë vendim, we refer to that as the covenant of redemption. ne kësaj referohemi me këtë titullin beslidhja e shpengimit. So if we were to summarize the elements of this relationship, Nëse do i përmbledhnim elementet e kësaj marrëdhënieje, we would say that the Son would assume human nature, pra do themi pika e parë që biri vendosi që do të merrte natyrën tonë njerëzore. the incarnation is covenantal. Dhe kjo është pra mishërimi është ka natyrë beslidhjeje. We would see that the Son would be born under the law Dhe shikojmë që biri do të lindte nën ligjin to fulfill all the righteousness that we could never fulfill. dhe për të përmbushur kështu çdo drejtësi që ne nuk mund ta përmbushnim dot. And his righteousness under the law Dhe drejtësia e tij nën ligjin is the righteousness that is now imputed to us. është ajo drejtësi që na llogaritet neve. He fulfilled the covenant of works, which is something that we're going to look at later. Ai e përmbushi beslidhjen e veprave që do të shohim më vonë. So not only would Jesus merit righteousness for us, Jezusi jo vetëm që do meritonte drejtësinë për ne, he would bear the curse that we deserved as covenant breakers. por ai do të mbante edhe mallkimin për mosbindjen e njeriu, sepse ne e shkelëm beslidhjen, Offering himself as that sacrificial animal that was cut in duke two. ofruar veten si shlyerje flijuese And he would remove all of the sins from us. për t'i larguar, për t'i hequr gjitha mëkatet nga ne, fajin e mëkateve tona. So to wrap up this first half, Për ta përmbledhur këtë pjesën e parë, I wanted to leave you with a quote from two theologians who wrote a really wonderful covenant theology book. po ju jap një citim nga dy teologë që kanë shkruar një libër shumë të mirë mbi këtë teologjinë e beslidhjes. Referring to the covenant of redemption. Dhe kjo flet për beslidhjen e shpengimit. Shkrimi flet për këtë plan në lidhje me faktin që Ati i jep një popull birit, për birin që përmbush planin me anë të jetës dhe vdekjes së tij, dhe për punën e frymës për t'i sjellë këta njerëz në një bashkim besimi me Krishtin. Duke marrë parasysh këtë fakt dhe që shkrimi flet për këto lloj marrëveshjesh, planesh dhe premtimesh në kategorinë e beslidhjes, është me vend që të mendojmë për një beslidhje ndërmjet personave të Trinisë. So we will see that all of the covenants flow out of this first covenant. Pra ne do të shohim se si të gjitha beslidhjet e tjera burojnë nga kjo beslidhje e parë. Very good question. Shumë pyetje mirë. You do not need covenant theology to be a Christian, Ti s'ke nevojë për teologjinë e beslidhjes që të jesh i krishterë. but you need theology to understand Jesus. Po prap ke nevojë të bësh teologji që ta kuptosh Jezusin. So if someone says, I don't need theology, I just need Jesus, Nëse dikush thot kështu pra që s'kam nevojë për teologji, për doktrinë, kam nevojë vetëm për Jezusin. I would say, who is Jesus? Po mirë do ta pyes, kush është Jezusi? And the answer they give will be a theological answer. Dhe sa po të përpiqen të japin një përgjigje, ajo do të teologji, do të doktrinë. And what covenant theology has done for me, Pra ajo që çka ka bërë për mua teologjia e beslidhjes, it has helped me understand the life of Christ better, është që kjo më ka ndihmuar ta kuptoj më mirë jetën e Krishtit, the plan of salvation better, planin e shpëtimit and the love of God. dhe dashurinë e Perëndisë. That's what it's done for me. Këtë ka bërë për mua. So if those are things you're interested in, Këto janë gjëra që jemi të interesuar. I would hope you would give covenant theology a chance. Presoj që nëse pra jeni të interesuar për këto, të jepni një mundësi ta dëgjoni këtë punën e teologjisë beslidhjes. And I hope it gives those things to Dhe you as well. shpresoj që pastaj t'ju zbuloj më tepër në atë fushë.